Këtë 21 janar 2026, në kuadër të 106 vjetorit të Kongresit Kombëtar të Lushnjës, Princ Leka e shoqëruar kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit, Shpëtim Axhami, zhvilloi një vizitë në shtëpinë e Kongresit në qytetin e Lushnjës. Gjatë vizitës, Princ Leka u prit edhe nga qytetarë dhe simpatizantë të kësaj partie, të cilët u mblodhën për të përkujtuar këtë ngjarje historike. Ai u njoh nga afër me ambientet historike dhe rëndësinë e Kongresit për shtetformimin shqiptar, së bashku me përgjegjësin e Muzeut të Lushnjës, zotin Niko Fero. Në përfundim të vizitës, Princ Leka u shpreh për mediat, duke theksuar vlerat historike të Kongresit të Lushnjës dhe rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kombëtare për brezat e ardhshëm. Raftë pa, me lejoni të juroj gëzuar 106 vjetorin e Kongresit Lushnjës. Kongresi Lushnjës në historinë e shtetit shqiptar është fillimi i shtetformimit të shtetit. Ka qenë koha që ne kemi pasur politikanët që kanë sakrifikuar çdo gjë për të krijuar, për të financuar vetë nga xhepet e tyre një shtet të ri në Evropë. Prandaj mesazhi më i mirë që ne mund të marrim në këtë kohë që ka kaq shumë trazire, kaq shumë vështirësi, ka çështje të spakut të tjera, që ne shqiptarët kemi një histori ku shqiptarët kanë ditur si të bëjnë vetë shtet. Pa korrupsion, por vetëm sakrificë, bashkimin të familjes të zakonshme me politikanët, me lidhje të biznesit në të gjithë sferat. Prandaj duhet jemi shumë krenar për këtë datë historike të historisë sonë. Së dyti, ne jemi në një situatë që ka shumë zhvillime. Unë vetë jam pjesë e shoqërisë shqiptare, jam pjesë e jetës këtu në Shqipëri, dhe patjetër që fatin tim, jetën tim është lidhur me shtetin tonë. Më pas edhe kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit dha një deklaratë për mediat. Partia Lëvizja e Legalitetit faktikisht në këtë ditë e ka kthyer si traditë të saj për të qenë e pranishme pranë shtëpisë Kongresit të Lushnjës, pasi Kongresi i Lushnjës është një ndër ngjarjet më të rëndësishme historike aty ku nis shtetformimi shqiptar. Është një ngjarje ku urojt sovraniteti ynë, është një ngjarje që duhet të respektuar shumë më tepër se sa ditën e sotme, ku e gjithë politika, e gjithë akademia, e gjithë institucionet shtetërore sot duhet të ishin të pranishëm, dhe me patjetër kjo ditë duhet të ishte një ditë si fest kombëtare dhe shtëpia muze e Kongresit të Lushnjës duhet të ishte patjetër muze kombëtare. Për ne si Partia Lëvizja e Legalitetit, respektimi i historisë dhe shkruajtja e historisë drejt është një ndër qëllimet tona kryesore dhe është një mesazh që duhet të japim për të gjithë ata që kanë dorë të shkruajnë kjo histori, se pa një histori të shkruar drejt kemi bërë gabime të papaqme për brezat e ardhshëm.